Mbledhja e parlamentit zgjati më pak se 2 orë në mungesë të deputetëve demokratë. Socialistët diskutuan të vetëm për kërkesat e protestuesve. Në emër të mazhorancës, kryetari i grupit parlamentar Tauland Balla deklaroi se askush nuk mund t'i bëjë presion parlamentit, duke theksuar se zgjedhjet parakohshme nuk do të ketë. Jo sot, po çdo ditë ky kuvend deri në maj të vitit 2029 do ta vazhdoj ta ushtroj mandatin që na kanë besuar qytetarët shqiptarë dhe grupi parlamentar i Partisë Socialiste do t'i qëndroj besnik plot 856.177 votave që na kanë sjellë në këtë sallë. Nga brenda sallës kuvendit, Tauland Balla komentoi protestën jashtë duke i krahasuar protestuesit me nazistët. Nazizmi kështu lindi, duke sulmuar Reichstagun, duke i vënë zjarrin parlamentit. Këta nuk kanë asnjë dallim. Dhe prandaj qëndrimi i këtij kuvendi duhet të jetë i qartë, jo i ndarë në krah. Balla në fjalën e tij ndau protestuesit paqësor nga ata që sipas tij janë jo paqësor. Kam besim shumë që qytetaria e bukur e bulevardit Flamingove do të distancohet edhe më shumë se sa e bëri dje nga dhuna e këtyre mbeturinave politike dhe sociale që kanë marrë peng protesta. Protesta nuk ka asgjë të përbashkët me këta individ kriminal të cilët duan ta përdorin dhe po e përdorin protestën për qëllimet e tyre të pista, qëllime të interferencave të huaja. Partia Demokratike vendosi ta bojkotojë sot parlamentin e deputetët e saj nuk shkuan në seancë. Shkak për bojkotin është fakti që mazhoranca nuk vendosi në rendin e ditës propozimet e opozitës për shfuqizimin e ligjit për investime strategjike, paketës së maleve dhe shfuqizimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura dhe në atë për trashëgiminë kulturore.